që po, këtë institucion e kemi ndërtuar ne, jo vetëm ne, po edhe Brukseli, e kemi mbështetur ne, tashmë do të bindemi për faktin tjetër, nuk e kam mbështetur vetë se administrata e më pashme Biden, për tashmë po e mbështet shumë më fort administrata Trump, për gjithë skeptikët, ose gjithë ata të cilët mendoni se me ndryshimin e administratës do të kishte edhe një ndryshim të kursit lidhur me SPAK-un. Dhe kam bërë shumë mirë. Tash edhe një herë do të jemi fare të hapur edhe me veten, po edhe me ata që na dëgjojnë. Politika shqiptare nuk ka dëshirë, nuk e ndjen që të ndërtoj një vend ku sundimi i ligjit të jetë real, ku të ketë përpjekje, nuk po them suksese në aspektin qeverisës, për të luftuar korrupsionin, dëgjuat çfarë thanë. Pra ka sot zero bashkëpunim nga qeveria dhe nga sektorët e qeverisë, tatime, dogana e me radhë, me SPAK-un, i ka bërë blokadë madje, dhe është viti i tretë nëse zgaboj, ku në parlament është thënë me të madhe kjo gjë. E për këtë arsye, ajo se çfarë unë mendoj, sa mirë që është kështu. Ta pranojmë. Nëse ne do të shkojmë dhe si popull, si publik, duam të shkojmë në perëndim, do duhet pranojmë dhe faktin tjetër që nuk jemi më sovran. E të mos dim asnjë lloj kompleksi se përse aty mblidhen aq ambasador shumë herë më tepër se sa 3 vite më parë. Tregon për edhe ishim vendosur se një lloj hyrie që prisnin performancën sigurisht. Dhe kanë për të mirën e shqiptarëve ata. Dhe tjetra, se kanë fare për të mirën e kësaj kaste politike. 30 vite po do duash ti. Sepse nëse kemi arritur në këtë situatë sot, ku me drejt u tha që është problem. E ke letë, kam përshtypjen që dhe dështimi duhet i vini emër, se dhe kjo teza e 30 viteve po na kujton prapë Bashën, se na kishte marrë malli për Bashën. Për shembull, ti ke qenë vetë ministër drejtësie. Shqipëria, nëse ka pas për shembull një periudhë mirë, nëse ndalemi te puna e SPAK-ut apo prokurorisë krimeve të rënda, ka qenë një periudhë, po themi nga 2005-a pas 97-s. Pas 97-s pat realisht i punë shumë të mirë të policisë dhe të strukturave të rendit për të vendosur ligjin, por periudha më artë e policisë dhe drejtësisë shqiptare, në perceptimin tim, është një periudhë që lidhet flas vetëm në raport me krimin organizuar. Nga 2005-a, po themi deri në 2008-2009, në fundit 2009-s, që pat një periudhë të mirë. Në raport me luftën, bie dakord për këtë pjesën? Jo, nuk bie dakord. Grupet e Durrësit, grupet e Lushnjës, arrestime, dënime, sekuestrim pasurish. Ndërkohë që këtu, unë ta garantoj që nëse ne nuk do kishim pas, prit, po jo, do ta them dhe këtë që të ma japësh përgjigje më të plotë. Nëse këtu ne nuk do kishim pas, nëse këtu nuk do kishim pas dosjet e SKJCC të ardhura nga partnerët ndërkombëtar, edhe këtë bilanc të SPAK-ut që ne përmendëm deri këtu, në këtë pikë që erdhën, nuk do ta kishim. Se në fund ditës SPAK një të penduar kishte dhe ju arrestua për shkak se u vedërzua se ra prej një atentati, që është zoti Nuredin Tumani. Kur ndërkohë në 2005 dhe deri në 2008 ne kishim disa të penduar, Adriatik Soli që zbërtheu bandën e Durrësit, apo personazhe të tjerë të krimit që zbërthyen bandën e Vlorës. Pra nëse ne SPAK-un e zhveshim nga ato dosje që na erdhën të gatshëm nga partnerët, kam përshtypjen që edhe kjo narrativa pro SPAK-ut kam përshtypjen do kishte pas tjetër qasje. Jam totalisht kundër asaj çfarë the. Dakord. Kam një optik totalisht ndryshe. Jo, unë po flas për fakte, nuk po flas për optik. Unë po them për goditjen e grupeve strukturuara kriminale vendosin përpara. Kur bëjmë analizë, se edhe këto kartele që po flet sot SBA-ja nuk u krijuan brenda ditës. Që ta dëgjojmë njëri tjetrin. Jam totalisht kundër asaj se çfarë the. Pse? Nuk mohoj faktin që në segmentin 2004-2007, po ta quaj ju, Prokuria e Krimeve të Rënda, po doni ju edhe qeveria e Sali Berishës. Po s'ka rëndësi Sali Berisha. Prit për tani se ma lërë tani. Mos ta bëjmë kështu se nuk na dëgjojnë. Beria është e gjithëve. Jo, ishte Sali Berishën ato. S'ka, ishte e Partisë Demokratike. Po flasim për institucionet, nuk. Jo, do t'i vëmë emër. Tani mëftove me emra apo ta them me emra. Po të them, nga 2004 që ishte qeveria e Nanos që ngriti në atë kohë Prokurinë e Krimeve të Rënda dhe Gjykatën e Krimeve të Rënda. Po duash ti në segmente të caktuara kur janë bërë
ka përcimet pushtetit nga njëra palë në tjetrin, ka pasur një moment të shkurtër ku politika ka treguar zemërgjërsi për të luftuar dhe ka bërë të vetën ca vlerat të demokracisë. Shumë shpejt kanë humbur. Që do thotë ka qenë lëvizje e paqëndrueshme, qëndrimi i paqëndrueshëm, pra qëndrimi jo stabil, ka qenë për momentin dhe vesi i vjetër i të rënit në korrupsion dhe në abuzim pushtetit